Shpërndarja e popullsisë dhe struktura e saj. Një raport i Bankës Botërore vëren se Shqipëria është një nga vendet me rënien më të shpejtë të lindshmërisë në Europë. Raporti i titulluar Plakja e Artë vëren se në vitin 1970 në Shqipëri lindi mesatarisht 5 fëmijë për një grua. Por në vitin 2012 shifra zbriti poshtë normës së cilësimit të popullsisë, që është nën 2 fëmijë për grua. Sipas Bankës Botërore, kjo është një rënje dramatike. Në Francë u deshën 2 shekuj që lëndshmëria të vinte nga 5 fëmijë për një grua në normën e cilësimit të popullsisë. Në Shqipëri, kjo ndodhi vetëm për 34 vite. Banka vëren se kjo është rënja e tretë më e shpejtë e lindshmërisë që është regjistruar ndonjëherë në historinë botërore, pas Republikës së Koresë dhe Rusisë. Sipas saj, bashkë me emigrimin masiv, ulja e lindshmërisë po shkakton plakjen e shpejtë popullsisë në Shqipëri. Të dhënat zyrtare tregojnë se në vitin 2012 mosha mesatare e popullsisë në Shqipëri ishte 35,7 vite, por sipas Bankës Botërore në vitin 2016 shqiptari mesatare do jetë 47,5 vjeç. Plakja me ritme të shpejta e popullsisë ka pasoja jo të vogla për ekonominë. Sipas raportit, ky fenomen jo vetëm që rrudh ardhurat nga taksa, por do të rrisë edhe shpenzimet të pensionet, duke vënë përshësi financat e shtetit. Paralelisht, rritja e pjesës së moshuar të popullsisë do të synojë edhe rritjen ekonomike, pasi ul forcën punëtore dhe popullsinë aktive që kontribuon në rritjen e prodhimit. Në këtë mësim kemi 2 koncepte kryesore: shpërndarja e popullsisë dhe struktura e saj. Shpërndarja e popullsisë dhe dëmësia e saj. Në shpërndarjen e popullsisë ndikon faktorë natyror, demografik dhe politiko-ekonomik. Si ndikon faktori natyror? Me anë të klimës. Në klimë të ftohtë jetojnë pak njerëz, me anë të relievit. Në relief fushor jetojnë më shumë dhe në relief malor jetojnë më pak. Burimet ujore. Pranë burimeve ujore jetojnë më shumë njerëz. Faktori demografik në zonat rurale, pra fshatare, jo urbane, lindshmëria ka qenë më e lartë se në zonat urbane. Shikojmë që në shkallë vendi, në vitin 1979 kemi patur 5,6 anëtarë në familje, kurse në vitin 2011 kemi patur 3,9 anëtarë në familje. Në zonat urbane, në 79 4,6 dhe në 2011 3,6, do thotë nën 4 vetë familje. Në zonat rurale 6,2 dhe në 2011 4,2. Pra, në zonat rurale kemi më shumë banorë për familje se sa në zonat urbane dhe se mesatarja shkallë vendi, për shkallë të lindshmërisë më të lartë. Faktori politiko-ekonomik në vendet ku ka industri, ku kemi mundësi punësinë për bujësinë, ku kemi vështirësi ekonomike, ku kemi emigrime masive të tjerë, ku kemi mundësi për rruga, mungesën apo shtimin e rrugëve, atëherë këto faktorë ndikojnë në lëndimin e popullsisë apo në plakjen e saj. Dëmësia e popullsisë së Shqipërisë sipas viteve nga viti 89 në vitin 2011, në 89 ishte 111 banorë për kilometër katror, 2000 ishin 108 banorë për kilometër katror, pra kemi rënje, por jemi përsëri mbi 100 banorë dhe në 2010 jemi 98,7 banorë për kilometër katror, pra një rënje të numrit të popullsisë dhe të dëmësisë popullsisë. Shikojmë pak hartën e Shqipërisë duke krahasuar vitin 2001 me vitin 2011. Shikojmë që dëmësia e popullsisë së vendit tonë është paksuar nga 108,2 në 98,7, por kemi gjithashtu edhe një zhvendosje të popullsisë. Siç dallohet në harta, është paksuar numri i popullsisë në qarqet Elbasan, Berat, Fier, duke i krahasuar me hartën tjetër Elbasan, Berat dhe Fier, dhe zhvendosja ka qenë kryesisht drejt Durrësit dhe Tiranës. Sot
Tirana është rreth 450 banor për kilometër katror dhe Durrësi rreth 350 banor për kilometër katror. Flasim sot, flasim gjithmonë për regjistrimin e fundit të vitit 2011, pra censusin e fundit. Cilë faktor ndikojnë në shpërndarjen e popullsisë në Shqipëri? Ne thamë më parë, shpërndarja e popullsisë ndikohet nga faktori natyror, faktori demografik dhe faktori politiko-ekonomik. Struktura e popullsisë. Struktura e popullsisë do thotë si është ndërtuar kjo popullsi, sipas grup moshës. Cila grup moshë mbizotron, sipas gjenisë, banimit, etike dhe fetare. I marrim me radhë këto. Sipas grup moshës, mbizotron, grup mosha e re dhe punë. Shikojmë që 15-64 vjeç që grup mosha e punës, kemi 68% të popullsisë vendit. Dhe 0-14 vjeç kemi 20,7%. Por, në vitet në vazhdim, do shikojmë që do paksohet numri i popullsisë 0-14 vjeç dhe do shtohet popullsia mbi 65 vjeç. Pra Shqipëria është drejt plakjes së saj. Duke parë statistikën se çfarë ka ndodhur se ka mosha mesatare në 2006, në 2015 kemi rritje të numrit të popullsisë të moshës mesatare popullsisë në vendin tonë. Struktura e popullsisë sipas gjinisë. Në vitin 2001 kemi patur më pak meshkuj se sa femra. Kjo për shkak sepse u kryen bashkimet. Pra, emigroi fillimisht popullsia e gjinisë mashkullore dhe në Shqipëri kishte më shumë femra se meshkuj, kurse në 2011 çfarë ndodhi? Shtohet numri i popullsisë mashkullore dhe paksohet në përqindje gjithmonë numri i popullsisë femërore. Pse? Sepse u kryen bashkimet familjare në vendet ku emigruan shqiptarët. Pra, emigroi me pak fjalë popullsia e gjinisë femërore në vitin 2011. Shikojmë strukturën e popullsisë sipas vendbanimeve. Tradicionalisht në vitet 79, 89, 2001 popullsia ka qenë më tepër popullsi rurale. Me rurale kemi një ngjyrë portokalli. Por shikojmë që vetëm në 2011 popullsia urbane rrit nga 42,1% në 2001 ishin në 53,5%. Do thotë në regjistrimin dhe censusin e popullsisë dhe banesave në vitin 2011 kemi përhetar urbanizimin në Republikën e Shqipërisë, pra më shumë popullsi në qytet se në fshat. Struktura etnike e popullsisë. 98% e popullsisë shqiptare nga 92 që ka Kosova. Dhe pjesa tjetër përbëhet nga pakica kombëtare, si greke, maqedonase, malazeze, ose pakica njësore, si rumune, rome e të tjerë. Struktura fetare e popullsisë në vendin tonë kemi bashkëtesë fetare midis popullsive të besimeve të ndryshme fetare, si ato islame, krishtere, katolike, ortodokse e të tjerë. Në këtë tabelë ne shikojmë piramidën e popullsisë në janar të vitit 2015. Në vitin 2018, si ka ndryshuar shtimi natyror i popullsisë në vendin tonë dhe në trojën shqiptare. Shtimin natyror kemi në trojën shqiptare në Serbi. Rajon me prezencë tradicionale të grupe etnike përveç shqiptarëve. Besimet fetare dhe dialektet grekë dhe tosë.